Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 17/06 viti 2026, e mërkur në mesnatë. Dhe gjithë ditën sot është pritur me skeps, kështu me një rezervë se çfarë lajmi do të sjellë për Maqedoninë e Veriut Bashkimi Evropian. Goditjen e morën. Por, unë pres si Mesut Shabani që del tash Bekim Sali, t'i kthejmë pak më vonë Bekim Salit, që del Nikolovski dhe Mickovski që thoshin ne jemi para Shqipërisë. Dili tash arsjetoni. Pse nuk morën vizë për të vazhduar në për kategoritë e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe e dini cila ka qenë goditja më e madhe? Ka qenë goditja më e madhe se për qeverinë e Shkup Strasburgu miraton amendamentin për studentë në gjuhën shqipe. Protestat e studentëve të mos cilësohen destabilizuese. Gjatë seancës së sotme Parlamenti Evropian miratoi edhe amendamentin për përdorimin e gjuhës shqipe në provime shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Sipas raportit, Parlamenti Evropian i bën thirrje autoritetet të Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt këtë çështje. I bëjmë thirrje autoritetet të Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provime shtetërore për të siguruar zbatimin praktik të marrëveshjes komuniste të Ohrit, si në ligj ashtu edhe në frymë, dhe të mos i paraqesin në mënyrë të pasakt protestat e studentëve si të motivuara politikisht apo si një faktor destabilizues në amendamentin mirator në GP. Tash këtu ra në këtë edhe Vleni që thoshte Ali Ahmeti u qëndron pas, që s'ka të bëjë, unë nga fillim them, Ali Ahmeti do që të jetë pas këtyre, por nuk ka akses në këtë që bën grupi studentëve. E dyta, këtu ra edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë, sepse edhe Mickovski thoshin ata janë të manipuluar nga BDI-ja dhe për pak nuk i shpall destabilizuese protestat e studentëve. Por ra edhe ai akademiku në thojza jeton shasivare. Hajde jeton. Përgjigju tash Bashkimit Evropian. Ti krijove ligj të ri? Të paktën të kemi një ligj, keq që mirë. Ku ligji është? Kështu thot Bashkimi Evropian. Okej, nuk është okej. Por ajo e cila më tepër do u dhëmbe, gjatë gjithë se kohës thoshin, raportin e presim të Bashkimit Evropian në qershor, dhe erdhi qershori. Bashkimi Evropian ama u ka fadit ditëlindjen, sepse ky raport erdhi bashkë me 17/6 në ditëlindjen e vëmëros 36 vjetorin, që është e vërtet, vëmëroja me 17/6 dhe ka për vjetorin. Mirë po, çfarë gjete i Vlenin që edhe ajo me 17 qershor pra të bëj kuvendin themelues të partisë. Kjo është dallkira. Dëgjoni, më thonë këta të vëmëros disa këshilltar. Vëmëroja ka vën dhe DPMN ka nën. Vlen ka vën fillim, nën fund. Që folni me po. Thonë krijesë artificiale nga vëmëro DPMN. Por, dini se intereson kësaj kë rast bashkimit. Hiç as pak se intereson. Dhe u organizua në Strumis një përvjetor që në stadiumin e qytetit që vëmëroja t'i tregoj Zaevit se sa është e fortë, sa është bile në qytetin e Zaevit, në Strumis. Sigurisht me pas personale këta. Po ashtu dhe si motra e motërsuar, se pra birsuar, Vlen që mban germa të vëmëros, mbajti kuvendin e parë themelues të Vlen. Dhe këta krit ishte të përgatitur se do ndodhë diçka shumë e madhe Bashkimi Evropian do jap vizën për Maqedoninë kështu. Ta thoshin para Shqipërisë jemi. Dhe kriti kuptoj, shumë shka kuptoj. Mirë për nuk kuptoj një portal sot i cili gjithë ditën më ka dërguar një email që ta nxjerrje, ta mendoshin se nuk e din kush e mba, apo e kanë ditur bëshim me provokim, lajmin, dhe thoshin, vetëm e dërgoshin emailin për ta nxjerrë lajmin, ku në email thoshte Bashkimi Evropian i falenderohet bile vetëm që në thoshin e ngrenë në qiell për politikë bërjen Bekim Sali. 3 mujve nuk ka që është zgjedhur. Hajde 6 muj të ketë. Bekim Sali e bindi Bashkimin Evropian që 24 sa vite se në bindi Maqedonia, a e bindi. Nuk më vjen shumë keq për Bekim Sali, po do mbetet një figurë shumë e zbet historike për familjen e vet. Pra, 2 festa që qershin mbi tort prishin ta vendosin sonte me raportin e BE-s për Maqedoninë, u mungoi. Pra, raporti i BE-s për Maqedoninë nuk është thjesht negativ, por është i përzier, kritik plus vlerësues. Mesazhi kryesor është
Ka stagnim në reforma kyçe, por vendi ende mbetet në rrugën drejt BE-s nëse ka vullnet politik. Çfarë kritikon BE-ja? Sundimin e ligjit dhe korrupsionin. Korrupsioni në nivele më të larta shtetërore. Duke nga gjykatësit, nga politikë bërësit e kështu me radhë. Zbatimi i dobët i ligjeve vlen për njërin parë për palën tjetër, edhe politike edhe nacionale. Luftë e pamjaftueshme kundër korrupsionit, ndikim politik në gjithësor. Çfarë bëri gjykata kushtetuese? Herë ditë që po e bën një tingaf. A ka dikush ta shkarkoj gjykatën kushtetuese? Po parlamenti. Polarizim politik. Mungesë bashkëpunimi mes partive, konflikte brendshme që bllokojnë reformat, bëhet sheh këtë si arsye pse reformat nuk pra. Ka polarizim politik. LSM thotë diçka tjetër, VMR thotë diçka tjetër, BDI thotë diçka tjetër, Vleni thotë diçka tjetër. Ndërsa, po ashtu, si pika e tretë është reformat të ngadalta, administratë publike jo efikase, reformat të drejtësisë të ngadalta, zbatimi i dobët strategji. Dhe e katërta, liria e medias dhe dezinformimi. Presioni ndaj mediave, ndikim politik në media dhe shqetësim për fshatë dezinformuese. Ja, unë kam presionin e kush. Gjithë kanë presion e media. Bile edhe kanë heshtur, sepse ndikimi politik është i trusni e madhe në Maqedoni. Shqetësime për fshata dezinformuese. Pa më dezinformim që u përmenda. Bekim Sali e përshëndet ka Bashkimin Evropian për reformat që është shumë interesante. Por ka dhe blokadë politike e integrimit. Procesi i BE-s është i bllokuar ose shumë i ngadalshëm. Ka nevojë për ndryshime kushtetuese si kusht i vazhdueshëm, pra ky nuk hiqet. Maqedonia pra ka problem me BE-n, nuk ka me Bullgarinë. Çfarë vlerëson BE-ja? Thotë stabilitet demokratik bazik, institucionet funksionojnë në mënyrë relativisht stabile, zgjedhjet zhvillohen pa kolaps institucional. Dhe dy, harmonizimi me BE-n në politikën e jashtme. RMB është përafruar me politikën e jashtme të BE-s, domosdoshmë Rusisë dhe Ukrainës. Dhe agenda reformuese dhe hapa teknik. Disa hapa të reformave janë realizuar, progres në financa publike, energji dhe ekonomi dhe fondet e BE-s mund të aktivizohen. Dhe kapaciteti për përparim ekziston. Mesazhi i BE-s është problemi, nuk është mungesa aftësisë, por mungesa e vullnetit politik. Raporti nuk thotë që RMV po dështon totalisht, por ka bazë institucionale dhe orientime evropiane, por ka bllokim politik dhe reforma të ngadalta. Hajde për bllokimin politik e kuptoj, se e bën qeveria në emër të asaj, por reformat kush i bën? Qeveria. Në kuptimin politik të raporti nuk është pozitiv, por është e rëndësishme të kuptohet saktë çfarë do thotë jo pozitiv në gjuhën e BE-s. Si është realisht raporti për MV? Raporti i fundit i Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian për MV është kritike me elemente mbështetëse, jo lavdërues. Në praktikë kjo thotë, nuk është raporti i mirë si për vendet që përparojnë shpejt, por nuk është as raporti i dështimit total. Dëgjohet slushtate. Pra, e keni telegram.mk pjesën e parë, nesër do keni pjesën e dytë. Kjo është turpi më i madh që po ndodh në Maqedoni. Nuk e lëm me kaq, po do merrem ditë të tjera për personte kaq me këtë temë të Bashkimit Evropian. Pra, ka reaguar me të drejtë edhe me Vlana Arifi, i cili ishte udhëheqësi Vlana Demi, udhëheqësi studentëve në ato që quheshin protesta studentore. Pse ka të drejtë të reagoj? Pra, unë nuk e pranoj reagimin e Ali Ahmetit, nuk e pranoj reagimet e qeverisë LSDM kur ishin dhe shumë çka tjetër. Pra, u ngritën në këmbë të gjithë burrat e botës, edhe nga Vleni, edhe nga VMR-ja, se grupa e studentëve po manipulohet nga BDI. Unë e kam thënë dhe përsëris, i kam edhe inqizimet me video, jo vetëm me zë. Se BDI-ja po do, mirë por nuk kishte akses, nuk mund të afrohej. Në dikush disa qarqet e tjera që mundohen të mos e lënë të afrohet. Se BDI-ja po do të afrohet me studentët. Sepse atë ka shpresë. Pavarësisht se i pas kam lidhur Ali Ahmeti kryesin e Këshillit të Përgjithshëm, ka dalë sot dikun në Karposh, sepse pas ka shku. Asgjë nuk na është dhuruar, çdo e drejtë është fituar me sakrificë. Po, më të sakrificë ka bërë populli, jo si parti politike me nder me thënë. Sepse shumë çka u ka interesuar. Mirë kishte Vleni këtë dhe një kritik për korridoret 8, për rrugën Bllachku. Vrapot që të bënit, po, vrapot që të bëjnë Soravin. Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej, pra. Studentët kishin të drejtë. Pra, me Vlana Demi, nga Këshilli Organizativ i Studentëve Shqiptar ka përshëndetur
miratimin e raportit e Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, në cilën përfshihet edhe amendamenti që bën thirrje autoritetet të vendit të zgjidhin sa më shpejt çështjen e prodhimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Ata ishin këtyre ditëve në Bashkimin Evropian. Ishin dhe i pranuan. Faleminderit eurodeputantëve dhe miqtë tanë në Bruksel për mbështetjen e tyre në atë që quhet mbrojtjet e ligjit dhe të gjuhës shqipe. Pse jo? Pra, është më çao vlen, çao BDI. Pra, vinë gjenerata të reja, të cilëve, po do të tregosh nesër që të kanë lindur gjatë asaj kohës kur ka qenë lufta apo konflikti, si thonë ata BDI, BDI asnjëherë nuk tha luftë konflikt, sepse më buti vinte edhe LSDM-s edhe po. Dhe kjo është e vërteta. Atë që gjykata kushtetuese ka shfuqizuar emërtimet shqiptare të rrugëve në Tetov, është shpritur kjo. Është shpritur. Nga 2007 deri tash, BDI, kush ka qenë në pushtet, kanë mund ta bëjnë. Dhe nuk e bën. Merreshin me punë tjera. Vleni poshtë nuk e bën. Pse di vite janë pak? Kush e mori në telefon prokurorin Saveskin? Këmëron kryeministri. Kush e priti në vizitë në gjykatën kushtetuese kryeministrin? Kryetari i gjykatës kushtetuese. Tash mbahen kret hoxhallar. Ja në kundet. Pastaj dalin këta vleni dhe thot Adnan Azizi, gjykata e BDI-s për Sulejman Bilal Kasami rrugën e Tetov do të mbajnë emra shqip. Harroni me BDI-n më. Harroni BDI-n. Punoni ju. Dhe pastaj del dhe arsyeton dhe formojmë një komision. Besar Durmishi. Kemi gjetur një zgjidhje që të zbutin atë. O Besar, o Adnan. E keni këshillin komunal. Kaloni një pjesë nëpërmes këshillit komunal. Apo tash duhet përkraja shqiptarëve, ku duhet përkraja e bllokut maqedonez. Si do e bëni këtë? Si do e bëni? Se vëmëroj nuk u hap të drejtën. Oni se në marrë vesh për disa emra të rrugëve, rrugicave, apo të veni disa antarë të vëmëros, që nuk e ka bërë LSDM. Nuk dhe ja delni. Okej, nuk është okej. Por unë do dalem pak në atë që quhet, mund ta nënshkëlosh, Bilal Kasami. Merrni me mend. Në komunën e Tetovës funksionon. Deri tash, sipas Bilal Kasamit, asgjë nuk ka funksionuar sa përket organizatave që kanë qenë në kuadër të shërbimit për qytetarët në kuadër të komunës. E tash, skandali më i madh është parkingu i qytetit në minus për vitin 2025. Dhe unë si qytetari i Tetovës, këtu e 30 vite, po çështështë këto 5 vitet e fundit për kryetar Bilal Kasami, është më rigoros sepse i mbledh paratë në këtë mënyrë, por nuk është drejtori shqiptar, është nga vëmërët e punës. Dhe atje zguzon pyese Bilali, pse? A ka vetur që ndalet dhe parkohet që nuk paguon? A ka vetur që nëse nuk paguon nuk e merr bllokatori apo nuk e merr ato veturat që e bartin? Dhe tash çfarë? Për gjina. Hajde mbam se gabimi më i madh është në bazë të popullatës. Gjithë të drejtori që i ka marrë vëmëroja nuk i takojnë. Mirë po. Në seancën e ndihmës të Këshillit të Komunës së Tetovës, si pikë 13 e rendit të ditës, ishte raporti financiar për vitin 2025 i ndërmarrjes publike parkingu i qytetit, i cili rezulton me humbje për 7.500. E vetë një ndërmarrje që sipas logjikës së qytetarëve që duhet të jetë fitim prurëse është kjo, po ajo na del me humbje. Ku janë parat? Ku janë? Kur çdo kush paguon, plus paguajnë edhe dënime, ku janë parat? Ku janë? A mos bëhet parkinge nëntoksore, parkinge shumë katëshe, apo çfarë? Ku janë para? Disa nga të hyrat janë blokatorët, sipas drejtorit, nga rrata e vëmëros, 77.000 euro, Merimanga 63.000 euro, SMS porosit 280.000 euro, disa nga shpenzimet janë telefonia 32.000 euro, Merimanga me qira 33.000 euro, kontrata në vepër 95.000 euro. Çfarë në të gjash? Të dëgjojmë se pse më mirë për Tetovën, kam këtë të dhënë nga ato, pse ata sot reaguan dhe me të drejtë. Sa automjete ka në dispozicion në BK parkingu, duke përfshirë veturat edhe marimangat, apo marimangat i keni vetëm me qira? Sa persona janë me kontratë në vepër, pasi sipas raportit e shoh se keni shpenzuar 95.000 euro, dhe si është e mundur që një ndërmarrje si në BK parkingu të dalë me minus apo humbje? Faleminderit. Që posëm so slični të prašanja šopja, od kada je Zagubata na gradski parking. Загубата е 450.000 dinari ili go prevod 7.000 evra,
što za предприятието го сметам како да не е во загуба, бидејќи минатата година беше година Sigur është me humbje. Në kohën e komunizmit dhe në kohën e funksionimit të shtetit juridik dhe policor të financave, 1 euro më pak shkosh hapse. Le del në një firmë e cila ka minus, kështu e shef se çfarë i bën firmë private, çfarë i bën shteti. Çfarë i bën shteti. Nëse ka të paguajë në një tatim ndaj shtetit dhe ata nuk u del, o konfiskon pasurinë. Kjo është vërtet është për jo për të qeshur, por për të ardhur keq. Unë jam i mendimit që këshilltarët të mbledhen bashkërisht edhe shqiptarët, edhe të lëvizjes, mendoj se do kenë për krahun e tyre, ta shkarkojnë këtë drejtor. Nuk u takon maqedonisëve aq përqindje të drejtorive të funksioneve që kanë marrë në kuadër të komunës. Dhe një sa këshilltar ka Bilali, kështu të pavarur, anësh nga bloku maqedonis. Plot ka. Nëse do një ditë do ja tregoj me emër mbi emër. Ati jo juve. Dhe do ja tregoj. Çuditësh. Unë i kam parë gjithë në për lokale si punojnë në përshitore, tash del këshilltarët e Bilalit. Vetëm që si bish xhamit me kokë. Okej, nuk është okej. Por, edhe numri i qytetarëve, lexova diku nuk e përmendi emrin se mbarë si vinte një si kritikues ndaj kësaj që po ndodh, edhe tetovën me 70% të banorëve shqiptar. Tetovën nuk është 70% shqiptar, 90% është shqiptar. Pse ende vonin nga komplekset se do mbetet hatri i bllokut maqedonas? 90% jemi. Ju a shifi se nuk ka mbetur më nga bloku maqedonas qytetar. Lagjet e tona janë bërë. Nëse dikur ishte ajo nga biblioteka e lartë, tash shumë pak kanë mbetur. Pjesa më e madhe groje qytetarëve të bashkëqytetarëve të internacionalit të Maqedonisë janë te tregu i ri. Tregu ky i gjelbër. Dhe u sos puna. Për atë Bilali u bëri atë që e dorëzoi Bashkimi Evropian si dhurat vajfin, u ala atyre atje. Bilali është svojevërste. Okej. Unë do paguaj fëmijët e tij do paguaj. Nga turpi. Për atë që shet VKF ka urdhën prej dikujt nga qarqet e tjera. Dhe. Miskovski tha jam i kënaqur me Blenën. Vallai po, edhe bile i dhnohem unë nëse nuk kemi bashkëpunisht jashtëzakonisht miqësor. Elementi këtë del flet nëpër Karposh për atë që të fitoj po në politik ja. Unë e kuptoj edhe Taravarën thotë dështimi i Blenës shqiptarë që rinë gjendje më të keqe, po është ose vërtet. Dërsa Bekim Qoku aq di aq flet. Nuk ka zë për të madhe. Nuk ka zë për të madhe. Sela më në fund i ka ra një pike, por nuk ka shkuar deri në fund. E ka kritikuar me të drejtë Afrim Gashin, por e ka kritikuar edhe familjarën e vet krenologun si ministri i cili ka dorëzuar ligj duke qenë ekzistues në kushtetut ligji për gjuhën. Nuk kam qenë kryetar i partisë asë kohë, i ASH-s dhe ka gabuar. Okej, ka gabuar, përmisimin në nuk sepse ai sa ka unë informata krenologa a marrë me kretë dhe punë të tjera në vend që të merret me punë të drejtësisë sa përket shqiptarëve, gjykatave, të bëj konkurse për pranim të gjykatëve të ri e kështu me radhë. Nuk ka pasur kohë. Nuk ka. E tash normal. Dhe gjatë gjithë kësaj kohë e keni vërejtur se si delte nëpër atë që quhet televizione. Shikoni, gjithë ta që dalin si shpesh për të. Tu përfshirë edhe Kim Mehmeti. Nuk kam asgjë kundër. Mirë, po pse nuk pyetni? Pse kush e përcjell dhe kush e mba televizionin shenjë tash? Gjente Kim Mehmeti. Okej, haj baba është veç. Kimi ka qenë dikur në prerë të BDI-s. Kote ka. Ka qenë ndër çarqet më të larta, zëvendës drejtori i MTV-s 2. Dhe tash nuk çdo gjë këtë do kishin besuar sikur mos ishte për lyrë në fillim. Okej, nuk është okej. Dhe ka ardhur shumë mirë sot, thotë po Agjencia e Sigurimit Shtetëror, vetëm tash që kemi një saktë se mos gaboj diçka. Në emërtimin. Agjencia e Sigurimit Kombëtar, Ministria e Punës së Zyrë, Prokurori Publik Themelor për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsion koordinuar, kërkimin e disa lokacione në Shkup, ku ishte se fronte një grup i organizuar terrorist ekstremist. Okej. Veç dihet për kë bëhet fjalë, por ka një kohë të gjatë që unë them, shumë çka në Maqedoninë Perëndimore tentojnë edhe këtu në Tetov. Çfarë kemi ne si shqiptar dhe si trashëgues të muslimanizmit tradicional nga familjarët tanë,
sepse edhe në feja bjen edhe trashëgimin kulturore, me shiitizmin. Kjo është interesant. Dhe tash kur i duhet për ta defokusuar atë se çfarë thot Bashkimi Evropian, e përdor qeveria e Republikës. Pse nuk mund ndërmarrë këtë aksion dje par dje? Po sot. Okej, nuk është okej, unë këtu e përshëndes, ishte në podcastin Mesut Shabanin. Dëgjojmë nesër mbrëma.